Direkte, në studio kam zonjën Nur Al-Khazal. Nur, përshëndetje, po thirë shkort se që shto e mësume, thirë knatësimet pas në studio. Knatësime ka në edhe. Gjithashtu dhe Lena Berisha është me neve. Lena, përshëndetje, knatësimet pas në studio, besoj që është era 2 ose 3 që po bashkëbësëdojnë. Edhe në lidhje direkte kemi kolegun tonë Redion Shtylla. Red, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje, përshëndes nësi ju gje. Mirë se të gjetëm, edhe në ty, përja filloj këtë bisede me Nurin. Nur, qysh po do këtë bigo? Jeto e për cilë, të reguve pra paskenë, se falem që për cilë. Jam të e për cilë, ka gja shumë bile, po kam qef me hi në rrjedha të Big Brotherit. Po më do këtë pak halakom, se për një me është se cilin në atë karakterin e vetë, edhe asë një karakter nuk është i njejtë. Nuk e di, po më pëlqen... Cile po të pëlqen ty prej njerë zatë e brenda? është tash ka shumë. Për fillim, ka shumë. Lëndrimi është ai harmonia e shtëpisë që jep energji pozitive. Pja, qëtë karakterit të tjerve. Shkurta, ibro, ka plot. Po më pëlqen. Do me thonë është një... Hale është dita e tretë, nuk e dinë se qka ju vjenë, se dhe na jena kanë shumë energji ditën e tretë në formatin që jam kanë une. Po, kur t'ja nisin me njoftë, sidomos se cilin njëri, si t'ja nisin ato vesh mas veshë me folë, edhe tani mo t'hupa i barabari, nuk e din me kon me nejt, kush është i drejt, qka o ka bot, kështu që fillimi është, edhe besoj që po njifën. Barabari, Len, kujna i ka u deri stash? Kujna i ka u barabari, më nëjse që tash fillim, po mdoken që krete e kam pak si t'hup barabarin. Në pas lundrimit, se lundrimi ju hi me idetë shumë të kjarta, edhe lundrimi ju hi prej një realiteti të përditshëm të vetën, se e kam shok edhe një prej ofër. Ashtë ashtu edhe në realitet? Ashtë ashtu edhe për shok komente, për një fjallë që përthojnë, i ka hep zërë shumë fillem, e ka me lëshu shumë shpejt, po qëtu kanë thonë edhe për Gjestin, mirë po, lundrimi është karakter tipik veç që është do ditë. Kështu që lundrimi është arë për një realiteti që u konë i bullizum, u konë i keshu, u konë gjithë shka i kanë thonë edhe lundrimi është tip që s'janin heq. Kështu që ata që menojnë që kanë me Qërënjos që thëjke kjo shkurta mdoket. Me qërënjos, shkurta? Po, qështu tha, hajtë tha se sa t'ja shtiu në flake në shajkë, nuk mundet kërkush se lundrimi e ka specialitet njerë si kjo. Një qështë interesant me lundrimin, ma se veç për diskutojna lundrimin, Redi, po thojnë që komo argju shumë shpejt, në dërko që aj po i qetë në pak karakteret e tjerve dhe po e runë vetën prej shpërfaqës. Sigurisht në këto ditet e pare që kemi parë, është pak sa si drama queenit, gjitha ato situatat që po bën nga cëmime, ende nuk i kemi parë në një debatë mirë fit, kjo sigurisht do të vi me kalimin e ditëve, por që është në qendër të vëmendjes e ka të guximin e bëri që prajmin e parë që mori vendimin për djegur valixhet, po ngacmon, po bën flirte, po provokon, nuk më pëlqeu që e preku nga flokët Klodi, një veprim që besoj nuk duhet ta bëj se respektimi dhe prekja fizike nuk lejohet, por që është në qendër të vëmendjes edhe në rrjetet sociale po pëlqet ajo energjia e tij që e ka të mirë, më pëlqen që edhe po këndon se rrallë herë shikojmë artistë që janë artistë në atë shtëpi që të këndojnë, ai po e tregon dhe këtë anën e tij po e shfaq në këto ditët e parë në të gjitha ngjyrat dhe pres që të ketë ato debatet e forta për t'i ditur edhe se si ka qasjet. Mirë, kur jena të lundrime, kena edhe një video të lundrime, po e shohim videon, e diskutojmë pak, dhe rikthehemi, flasim pastaj edhe për do tjerë, sidomos me Nurin. Regjia, nësë është gati video? Bugarin në ndrojmë, Ferrari në ndrojmë, lokacion staqojmë, adios stavojmë, pasukma, kabuni loka, bosanet kota, të doja sa gjithbota, të folë për i kota, Bugarin në ndrojmë, Ferrari në ndrojmë, lokacion staqojmë, Bugarin në ndrojmë. U bo virale Bugarin, kështu që... Që kjo në fakt edhe u ka një mangë sajna pak Big Brother kjo pjesa me ju gjujt dikujna është në favor të tjetrit, a bëdin se të pjebë vëmendja automatikisht për drejsa e të marrë me ta. Tash nuk pëdia e ka njohë për jashtë, se sështë që kumë pas këtë informacion, po pak o ka jep në qëty me kësaj Benites me këtë sene. Besoj që kanë mi apru për një me Bugatin. Bugatin? Po ka malësit në grëshme të Bugatit, prej që ka, që ki kina dha si loja në gjambo, se më ra me thonë një emër.
Që në namë se ngopin. Pas ka i. Mirë. Se na u ka bo ajo reklama kry. Feks, pek edhe në dëgjusën që me të ngu mirë. Nërë, që kjo është ideja pëse menoj që s'ko marrë gjullë ndrime, se kjo është e përdor Benitën, në që edhe shkurta atë për bashkan gjitët mirë, pra i kam bo sigur figura, është veç të i lujtë që është përdon kë, në këndvështrimin tamë, që është atë nërë? Une e thash që është harmonia e shpis, edhe besoj që nuk mund është me aktru. Për menimin tamë, që është e kom provu une, nuk mund është me aktru. Një njeri, kur është veç asi personi, ka me konë gjithmonë, nuk ka me ndru. Kjo është gjithë pozitiv, po adin që ka tut nga ma shumë pitina që shumica e rasteve këtënve njerëzve që janë shumë të lumëtër, shumë energjik, e ka një pikë shumë dopë që mujnë me dalë jashtë vetës. Kështu që inshallah nuk e provokëm dikush dhe në qatë pikë për me dalë jashtë vetës. A një personazh shumë i përfollur këto ka qenë edhe Alba prej fermës, që është atë te lenë për ty pjanisë, prej tepja? Alba në e mbaj mend prej përputhën, në fakt. Kjo u konë e njejta pëthujse. Mu që ka pëm që ditë Alba është që pushat pak moral, ndërkohë që aja i ka pas publike çdo sen që aja ka bo edhe në reality show tjetër që u konë bashkë me Nurin. Kështu që kjo nuk është absolut vetvetja, sa e më të e po deri stash. Nuk e di, nuk e shëshëm si afatgjatin e Big Brother, a i mundet me ndodhë gjithë shka se Big Brother di me të surprizu shumë, mirë po si karakter i Albës është probleme me qëndru gjatë. Redja, ki ndo një karakter ti që të ka bu për shtypje? Pëse i përket Albës e kemi parë që është konsumuar në atë shtëpi, po sillet si prokurore në çështjen që kishte Benita me Leilën, edhe sigurisht që nuk më pëlqen qasja e saj se bën si avokate, nga ana tjetër kërkojnë që të mbaj atë shtëpinë, u gatuan në mëngjes, pra është e njëjta që i kemi parë në formate që Alba ka marrë pjesë, po që ajo që po pëlqet edhe në publik është shkurta, pasi është ajo temperamenti i saj që flek edhe pak me slang si nga provinca, sigurisht një grua që tregon që ka forcë, kjo është ana e saj më e fortë në ato lojë që ka qëndrueshmëri. Ta shikojmë se si do të jetë në ditët në vijim, pasi duket që ja ngret direkt telin dikush që e provokon dhe me atë, le të themi, fuqinë e saj është aty për të përcën fjalën e saj se tregohet që fjalën e ka shumë me peshë dhe e ka shumë me vlerë. Pak a shumë e kam parë si një lloj mami që jep këshilla për të tjerët, por në këto ditë ka qenë një emër që ka qarkulluar në përjetë dhe ka bërë zhurmë. Nora, mendon njëjtë si Redi? Mu po më vjen keq që na është e lu atë rolin tonë, që na e kemi lu në firmë, që i kemi kallzu, ja kemi spjegu që jetu bo gabim për diçka që e ka bo, edhe është e më hunë shpe mrena. Mu po më vjen keq që ka hinë qitë rol, që është e lu viktimën, se na jemi shoh, unë e di sa jam shoh prej publikut, për rolin që është e lu qëtash, Alba, se është e lu moralin. Po unë po që ditë na paka shumë se Bia Khalifa edhe Alba kanë qenë dy ish të dashurat e Lim Hotit, edhe sot po mbrohen mes veti, përderisa ka qenë një luft e të mve jashtë. Po gjithmonë isha të bohen bashkë që. Besoj që Bia është shumë e mençme edhe është e lu një loj deri sot të bëm për veti edhe të mja nëzirë fjallët Albës. Besoj që Alba e ka me një kohë shumë qkurt edhe nuk kanë me da shumë publikun, sepse sa me një provokim shumë të vogël e shtini me folë për një video që u përhap në rrjetet sociale edhe tha që është fake. Po më vjen keq, ka shumë personazha që janë kanë atë shtëpi edhe e din që është 99%, për 1% për thamë shumë të vogël që nashta nuk është e vërtetë. Qysh, do me thonë është vedja dhe thot është fake? Po, thot që o fake edhe që u shkun gjykate edhe... Unë e kësha po shef... Rajt vetën, me menu që i ka i ranë tjertë, për ranë vetën që i ka i ranë tjertë. Qërë, të smon, mi rajt tjertë pa e bindë vetën, pa rajt vetën të po. Dhe, ka rajt vetën shumë keq njëherë, e ka përgadit që po du mi rajt qëto njerëzit, po është një diçka që u po dhe... Pro, ju po ma akuzoni Olbën, po thuni që s'është e sinqert. Jo, zero. Unë e kësha pas shef që jetës për ditëshme kështu, më ka ra për mes shëshnis me njof paka shumë edhe kështu pi afer, Alba është
definitivisht këtë jashtë vetës, që është në realitet aty. O ka shite dikush që sështë, shumë thjesht. Masi e njohën shumë mirë, adin që pëqohet me bo bukën, na e dina që shë ka bo alba bukën, po inshallah nuk janis me ato lojet e veta, me ato krypa, me ato sene që ka qefa ja me egzageru këtë sem për mi qitë jashtë vetës. Kush prej personazheve, që kjo është edhe një diskutim, sepse na kanë pështjelë së të pak, kush prej personazheve realisht e shë që ko me dalë i pari prej që asoj shpia? Për menim tem kështu, besoj që ka me dalë... S'pedia, bre. Adin qysh, po menoj që është Eliona, se janë të e viktimizu shumë që është shumë e re. Po? Edhe nuk është të e ditë me mbrojt vetën. Unë e posh një pjesë shumë të vogël të Benitës edhe të Albës, që e prunën dhej me një pik me bollizu, me aqit parfimin në sy, edhe aja nuk diti me reagu që hej, unë e di me mbrojt vetë. Base publiku e mbron tash me vota, mundet me favorizu që Kisha pas që veç me konë me gjollë, me full pak ajo me vetën edhe me thonë që okej, kom hi me një format që duhet me konë dikush i fort, edhe për mja u të regu paka shumë se cilit venën e vetë, po shumë e urtë edhe besoj që to kanë mja ka që përdor shumë. Po, ama e para nuk kisha thonë që mundet me dalë ajo shkaku që jënë ka mire njerëzit me to. Unë menaj që njerëz të parë dalë në ata që thjesht nuk jënë ka dijen që janë atë, edhe së mundet asë publiku që është një dalë mrena. Hygirta nuk e di që... Edhe kë që pat emrin kë, se emrat më falë një për një edhe getore. Po, a ke që me fljo gata? Po. Që pëthojnë Tarzani. Aj, veç pak. Po, dhe me thonë, aj san tjetër s'pëdim pës qasojna, aja u kry me mi atina, qa që ka pas me dhonë, besoj që aj, po ma merë menja ta, shmenimi jam. Redi, kush deli pari, shpejt lutë ma zena krejt në fund. Tarzani, nuk po shikoj as kundi, as po njitët në përpem, as nuk po zbret, s'po e pas gjë. Kush? Tarzani, them, nuk po njitët. O Tarzani, që ajo geti. Po zbret as gjë. Mirë, Lenë edhe Norë dhe Red, po du mja bëllë pyjtë në fundit për ditë në sëtme, kena pas një 4-5 minuta me bëllë këtë diskutim, pas gjedhet edhe presidenti, ja pak në kanë prish dinamikat, po më interesant me ditë kanë e shesë si fitus nërë, sepse kena me pas rastin me diskutu edhe në tardën me këshyrë ku jena. Qëre, si fitus e shë lëndrimin, se është karakter shumë i fort, e shë shkurtën, Po? Edhe, po ma merë menja që Edi është pak si me të njofshëm, si pat njofshëm. Me të njofshëm, aty vetja jote. Me bleme, Me njofshëm o vetja jote. Ja, me njofshëm o publiko dhe vetja jote aty. Aty nuk e di. Që fiton ato, është shumë herët me folë, po që e meriton, prej meje për folje, është lundrimi se e ka me jebë gjithë shka. Dhe me thonë, është edhe aktor, edhe këngtar, edhe bën show, edhe tanë ati ka, kështu që qka i vynë një Big Brother është paketaj. Kështu që edhe unë shpresoj shumë që a i ka me shku. Bile në finale gjithë qysh do të me shku. Edhe nëse s'dojnë me shku, këta kanë me shku. Inshallah. Redi, kush është një prej fituesve potencial e mbyllim këto në fund? Shumë herët, po besoj duhet jetë një grua, duke parë që edhe opinionistet janë gra, duke parë që ka dhe më shumë gra vajza në atë shtëpi, por betet për të parë jemi ende në ditët e para, por që ka gratë forta në të shtëpi, kjo është e sigurt. Urojmë që të jetë kësa ere një grua fituse, unë juftoj edhe në tarë në Lena, edhe gjithashtu nërë me qenë pjesë e diskutimeve tona, besoj që kemi pas pak ma të gata dhe kena me folë pak ma shumë detaje, faleminderit shumë që ishte sot me ne. Faleminderit juve. Redi, faleminderit për këtë lidhje direkte, është koha të shkëputemi shumë shpejt dhe rikthehemi, flasim për diçka krejt.